Kryes socialisti Edi Rama ka zhvilluar një mbledhje me drejtuesit politik të 12 qarqeve dhe ministrat të kabinetit qeveritar, ku fokusi kryesor ishte analiza problematikave të qytetarëve dhe gjetja zgjidhjeve konkrete për to. Sipas burimeve nga takimi i mbajtur me dyert të mbyllura në Selin Roz, Rama ka kërkuar që strukturat politike dhe qeveritare të analizojnë me prioritet shqetësimet e qytetarëve dhe të rrisin angazhimin për adresimin e tyre. Gjatë mbledhjes, kreu i qeverisë është ndalur edhe tek protestat e fundit qytetare, të cilat i ka konsideruar si pjesë të një lufte hibride që zhvillohet kryesisht përmes rrjeteve sociale. Megjithatë, Rama ka theksuar se përtej debatit publik dhe protestave, vëmendja duhet të përqendrohet tek shqetësimet reale të qytetarëve dhe zgjidhja e tyre. Një nga porositë kryesore të kryesocialistit ishte shtimi i pranisë së deputetëve në terren. Sipas tij, kontakti drejt për drejt me qytetarët nuk mund të zëvendësohet nga komunikimi online apo postimet në rrjetet sociale. Në këtë kuadër, Rama ka kërkuar që zyrat e deputetëve në çdo qytet të funksionojnë me efikasitet maksimal dhe të jenë vazhdimisht të hapura për qytetarët në mënyrë që ata të kenë mundësi të paraqesin shqetësimet dhe kërkesat e tyre. Vëmendje të veçantë në takim ka marrë edhe koordinimi mes deputetëve dhe ministrave, duke marrë shkas nga shqetësimet e ngritura në mënyrë të vazhdueshme nga deputeti Erion Braçe për mënyrën se si trajtohen kërkesat që vijnë nga territori. Rama ka kërkuar një bashkëpunim më efikas mes institucioneve. Ai ka theksuar se çdo problematike përcjell nga deputetët duhet të trajtohet pa vonesa nga ministritë përkatëse, ndërsa hallka lidhëse me këtë proces do të jenë zëvendës ministrat. Një tjetër fokus ishte komunikimi publik, ku Rama ka kërkuar nga deputetët dhe ministrat një aktivitet më të madh në rrjetet sociale dhe një prezencë më të fortë në debatin publik, duke argumentuar se përballja me narrativat kundërshtare kërkon reagim të vazhdueshëm dhe komunikim të drejtpërdrejtë me qytetarët. Takimi vjen në një moment kur protestat e njohura si revolucioni flamingove që prej javësh kërkojnë largimin e Së-Majtës nga pushteti kanë rritur presionin politik ndaj mazhorancës. Në këtë kontekst, Rama ka kërkuar mobilizim më të madh të strukturave socialiste, si në terren ashtu edhe në hapësirën digjitale. Pas përfundimit të mbledhjes, Rama u pa duke u larguar në shoqërinë e kreut të grupit parlamentar Tauland Balla.